Ekipi Lezhjani Beslidhjes në futboll është shpadhur kampion i dimrit në kategorinë e dytë grupi A, duke konfirmuar një sezon të jashtëzakonshëm dhe të suksesshëm. Në ndeshjen e fundit të fazës së parë, të zhvilluar në shtëpi, skuadra lezhjane mposhti Naftëtarin me rezultatin 2-0 në një paraqitje bindëse përpara tifozërisë vendase. Protagonisti absolut i takimit ishte sulmuesi Raboshta, i cili realizoi të 2 golat e fitores, njëri në pjesën e parë dhe tjetri në të dytën. Në përfundimin e takimit, trajneri Beslidhjes Elvis Plori u shpreh i kënaqur me ekipin dhe organizimin e presidencës në këtë fazë të parë të kampionatit, ndërsa periudha e pushimeve do të shërbejë edhe për një analizë të thellë me qëllim arritjen e objektivit, gjitjen në kategorinë e parë. Përgjithësi kemi ecë mirë, skuadra ka një bilanc pozitiv, pavarësisht se jemi të parë, kemi pas mundësi me bë dhe më mirë në ato 2 ndeshje siç kemi barazuar, pra në shtëpi me Sopotin javën e dytë dhe me Shirokën një javë përpara. Por ky është futbolli, megjithatë unë jam i kënaqur me atë çka kanë dhënë çunat, jam i kënaqur me organizimin, jam i kënaqur me gjithçka në qytetin e Lezhës, pra e shikoj se ka një ndryshim ku shpresoj se do vazhdojmë kështu. Tash është koha që të pushojmë pak, pra të bëjmë pak pushime, edhe gjithmonë me mendjen dhe organizimin që do të vazhdoj. Pra, do pushojmë pak, por do pushojmë në thojza si skuadër, por jo si staf, sepse do shikojmë, do bëjmë një analizë të thellë dhe do shohim ato pikat të cilat ne kemi lënë boshtreqe ose jemi pak mamut, në mënyrë të tillë që skuadra të jetë më e fortë dhe të sigurojmë të arrijmë objektivin të cilin e kemi vënë. Kjo fitore kurorëzon Beslidhjen në krye të rënditjes pas përfundimit të fazës së parë dhe i jep skuadrës një shtys të fortë për fazën e dytë të kampionatit, me objektivin e qartë, gjitjen në një kategori më të lartë.